Dhe pika 10 është shqyrtimi i propozim vendimit për hartimin e planit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Ky kompleks përfaqëson një ndër proceset më delikate dhe më të rëndësishme për Republikën tonë. Masterplani, i cili është në fazën e hartimit nga një studie profesionistëve ndërkombëtar, në bashkëpunim me ata vendor, synon ta shndërrojë kompleksin në një nga qendrat më të rëndësishme të kujtesës në botë. Përveç projekteve për konservim, restaurim dhe interpretim, parashihet edhe hartimi i dokumenteve të planifikimit hapësinor, të cilat do të mundsojnë zhvillimin e një koncepti koherent dhe multidisiplinar për organizimin hapësinor dhe urban të kompleksit. Me qëllim të shtjellimit më të detajuar kësaj pike, fjalën ja kaloj Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zotëri Libona Liu. Faleminderit shumë, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra. Bazuar në nen 14 të ligjit 04/L174, planifikim hapësinor, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës do të paraqesë në mbledhjen sot në propozim vendimin për miratimin e planit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Ky dokument përbën një ndër aktet më të rëndësishme strategjike në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë sonë historike të ndërlidhur ngushtë me identitetin kombëtar dhe zhvillimin e qëndrueshëm hapësinor. Plani hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari përfaqëson një dokument të planifikimit hapësinor të nivelit qendror, pra dokument për zonat e veçanta, për zonën me vlera unike, ontologjike, antropologjike dhe historike kulturore dhe vendos një regjim të veçantë, organizativ, zhvillimor dhe mbrojtës për territorin e caktuar, bazuar në ligjin 06/L059. Plani hapësinor do të hartohet në kuadër të kontratës për hartimin e masterplanit për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Afati i tij i zbatimit është së paku 8 vite, duke qenë se propozim vendimi për plan hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari është i harmonizuar me legjislacionin në fuqi, atëherë kërkoj pra që ky propozim të miratohet sot. Faleminderit shumë. Faleminderit ministra Liu. A do dikush fjalën për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.